a keni shpenzuar shumë për mbrëmjet maturës, për afërsisht? Vallaj mos me trajt po apet ja ka vlejt, është një notë që zbut kërmo edhe hajt pse jo. Për afërsisht një 400 euro jo mbo krejt. Sa ka kushtu veshja juaj për këtë mbrëmje që për ju është besoj shumë e veçantë, apo jo? E përballueshme menoj për krejt. Mos më ka duk që kum shpenzu shumë, për derisa edhe i kum kry vetë. Apo më tregon cili ka me qenë kujtimi më i mirë nga shkolla e mesme? Kujtimi më i mirë për mua, edhe besoj që për keq shkollën e mjekësisë ka me qenë ekskursioni i cili u bë në mjekësi. Domethënë, ku keni udhëtuar në atë ekskursion? Kena udhëtuar në Shqipëri, tek hoteli Bonita, ku aty ka shumë kujtime të mira. A mundesh me na listu disa? Po, besoj që gjithë këtu që janë këtu maturë, për shembull na kena pas atje 4 ditë maturë dhe u patëm kënaq. Edhe nuk s'besoj që kone çmimi shumë i shtrejtë. U koni përballueshëm. Që shpritni me kalu sonte? Sonte është nota e fundit dhe presëm me kalu shumë mirë. S'ka ose një person, një shoqë ose shok ose profesor që ka lënë më shumë t'imbresa gjatë këtyre viteve të studimeve në shkollë të mjekësisë? Në shkollë të mjekësisë kom pas shumë shoqëni të mirë. Po besoj profesorat jo kanë këtë mirë, po një përshëndetje të veçantë kisha bëu për profën Lumni Berisha, i cili na ka përkrahur dhe na ka u kon profesorin një ndër profesorat më të mirë në atë shkollë. Po besoj çdo ditë e kaluar në mjekësi u kon kujtim i ri dhe kujtim më i mirë se tjetri. Kanë me na mungu, nashta edhe personat që na kanë shku pak nerva, edhe ata po besoj që kanë me na mungu. Çdo ditë e kaluar në mjekësi, shkolla e mesme u kon dita më e mirë e jetës time. E sot fatkeqësisht i duhet me kon dita më e mirë, po është një opet ditë më të këqija të jetës time, për shkak që po ndona me shokë dhe me profesora. Apo më tregoni vajza cili është momenti më i mirë i shkollës mesme? Shqipnia, pa marrë parasysh Shqipnia. Edhe këtë momentet që janë me klasë që i kena kalu, jo konë tepër bukur, jena knaqshëm. Vitet më të mira tjetës. U konë ekstrem mirë, amo si Shqipnia. Su konë asnjë. Apo më tregon për sot, a keni shpenzuar shumë për mbrëmjet maturës, për afërsisht? Vallaj mos me trajt po apet ja ka vlejt, është një notë që zbut kërmo edhe hajt pse jo. Kena pas me sa problem, që super. Për afërsisht sot ka kushtu komplet? Për afërsisht një 400 euro jo mbo krejt. Komplet nuk 400 euro. Mos më ka duk që kum shpenzu shumë, për derisa edhe i kum kry vetë, 100 diçka nështë 200 me krejt komplet. Apo më tregoni ndonjë shok, shoqe ose ndonjë profesor që do ta kujtoni gjatë më të veçantë se të tjerët? Denjonin si shok edhe profën lëm si prof. Çta dy? A kështu të komplet 12-12 një dojna. Qika përveç që po dukni shumë mirë, unë Faleminderit. shpresoj që të kaloni një mbrëmje sa më të mirë sonte edhe që ta mbani me në gjatë. Faleminderit shumë edhe te kalov shumë mirë. Sa ka kushtu veshja juaj për këtë mbrëmje që për ju është besoj shumë e veçantë, apo jo? E përballueshme menoj për krejt, amo shumë e përballueshme. Ja vlen besoj për çit natë, e kena çit natë, amo ja vlen. Do të thënë, kush ka ndihmu për garderobë, për me ble? Hallat. I dua hallat. Edhe gjithë familjen. Apo më tregon ndonjë kujtim shumë të mirë që do ta mbash nga shkolla e mesme? Shoqënia. Veç. Edhe Shqipnia, po jo atë shumë. Në fakt unë kam marrë tash pensionin, jam i ftuar sonte të jem në përcjellje të i ftuar i drejtorisë shkollës.
për kontributin tim që kam dhënë shumë vjeçar, edhe pak sa edhe pse kaq shumë gjatë kanë shkuar vite, pak kam me emocion. Edhe dëshiroj që këta maturantë sonte të kalojnë sa më mirë, se është natë e tyre. Uroj shëndet edhe mbarësi dhe suksesen në karrierë. Profesor, si ndjeni pasaj kur i takoni studentët pas përfundimit të shkollës? Shumë ndjehem mirë, fatmirësisht nuk më harrojnë që edhe sot kolektivi i kësaj shkolle, edhe pse unë kam marrë pensionin, vazhdimisht në çdo rast që kanë në shkollë na ftojnë edhe na respektojnë. Do të thotë që është një punë që është bërë me përgjegjësi edhe nuk harrohet. Po studentët tuaj pasi të kenë përfunduar edhe studimet e t'ja kenë dalur mban jetë, a keni rasti që të takoni edhe mbani kontakte me nxënësit tuaj? Takohemi shumë shpesh, edhe mbajmë takime edhe kontakte, edhe është një ndjenjë veçantë kur e sheh studentin, nxënësin që ka arrirë në karrierë, edhe të tillë fatmirësisht ka shumë që kanë mbaruar shkollimin nivele të ndryshme edhe sot janë emra edhe bartin funksionin në funksionet shtetërore. Profesor, po zakonisht në për mbrëmjet e maturës po vret ndoshta një shpenzim shumë i madh për pamje i maturantëve. Jemi kundër tyre. A është në rregull? Si vlerësoni ju? U kam folur nxënësve, ju lutem mos si ngushtoni prindrit, se ata bëjnë gjithçka që është e mundur që ata të duken sa më mirë, të kalojnë sa më mirë, po nganjëherë me thonë të drejtën po e teprojnë. Se nuk është gjithçka, do të thonë, ajo na formale e jashtme, brendësia, përmbajtja duhet jetë. Këta janë sikur luljet e kopshtit, nuk ka nevojë lulja e kopshtit, nuk ka nevojë as për shmink, as për ku ta diun, sepse janë të bukur edhe janë të mirë edhe u prifte mbara në jetë, do të thonë në shkollimin matuteshëm.